Mirë se vini në Përballë Podcast në telegrafi.com, unë jam Muhamet Hairullah. Sot do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që ka të bëjë edhe që është natyrshëm kyçe për politikën, për sigurinë dhe sfidat globale. Ku është Kosova, ku është rajoni, çfarë po ndodh realisht në lindjen e mesme. Dhe kemi një mysafir të veçantë, zotin Leon Malazoku, ish ambasadori i Kosovës në Japoni dhe njës i çështjeve gjeopolitike dhe rajonale. Me zotin Malazoku do të flasim se çfarë po ndodh në lindjen e mesme. Do të mundohem ta zbërthejmë cila është situata ku përfshin një luftë të madhe mes Izraelit dhe Iranit me përfshirjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe pasojat në lindjen e mesme në rajon, por edhe në vendin tonë. Zoti Malazoku, mirë se erdhe. Mirë se gjema, me falënderit të ftesës. Mirë, shumë mirë, për një temë kaq të rëndësishme me fol bashkarisht në kontekstin global dhe rajonal. Nashta jo shumë, për shkak njerëzit që janë të involvuar në politikën e jashtme, në gjeopolitikë, e kanë qartë, po përcjellen edhe mediat e huaja. Po pjesa shqiptare te konteksti çfarë po ndodh në lindjen e mesme realisht në këtë konfliktin e madh që shpërthej dhe e lanë në hije realisht luftën në Ukrainë. Shpari, hera parë, kështu që vjen mirë që jam në emisionin tuaj, edhe po vjen mirë që po jep vëmendje zhvillimeve ndërkombëtare, përgjithësi nuk janë në diskutimet tona, në mramje kryesisht diskutohen tema të brendshme, por vendet e vogla nganjëherë duket se nuk kemi luks me u marrë me tema ndërkombëtare, por duhet me marrë më shumë me tema ndërkombëtare se sa vendet e mëdha. Sepse na afektohemi, kur ndodh diçka jashtë, që po efekti i parë menjëherë nëse kurrë rritet çmimi i naftës, menjëherë ajo ndikon edhe çmimi, ndikon do thotë në jetën tonë. Kështu që si duhet të shpresoj dhe t'ju inkurajoj që sa më shumë që të merremi me temat e politikës ndërkombëtare. E dyta, ndoshta para se të fillojmë diskutimin, është që si thjerë se si duhet me pa nga kryesisht temat e lindjes mesme kemi tendencë është nganjëherë pak me diskutuar edhe në divizione fetare ose ku ndikojnë, dhe duhet qartësu që do thotë edhe vetë ata në lindjen e mesme zhvillime ndërkombëtare nuk kanë ndonjë asgjë, do thotë me përplasjet fetare, kam më shumë me kalkulimet gjeopolitike, me politikën energjetike, ka dhata kanë politikën e brendshme që kemi na edhe vende tjera, në nivelin strategjik, kështu që edhe në këtë kornizë mendoj që duhet me diskutu. Po ndryshon më mirë e njoh, do thotë jam Azinë e largët, por tash gjithmonë Po, dhe pse ish ambasador i Kosovës në Japoni, e vërtet. Vazhdoj të përcjellë, por tash bota është gjithmonë është kjo globalizimi, edhe pse duket që ka një trend të kundërt, por po dikton ku do thotë tash gjitha temat janë të ndërlidhura. Absolutisht, dhe me të drejtë e nisi këtë shpjegimin e asaj që po ndodh. Është shkruar në Telegraf, kemi shkruar gjatë për ato përcjellin jashtëzakonisht shumë politikën ndërkombëtare me redaksinë e lajmeve me kolegët e mi, mbulimin e lajmeve ndërkombëtare, natyrshëm ishte padyshim Ukraina shumë gjatë pas Covidit, pastaj ishte lufta e thash Ukrainës, pastaj normal ishte ajo që ndodhi më herët në lindjen e mesme mes Hamasit dhe Izraelit, pastaj çështjet Grenlanda dhe tema tjera, dhe po kjo te kaloj le të themi ato që përtej një përshmërive, sepse ne pam pastaj kundërshtimet e Iranit ndaj shteteve tjera në lindjen e mesme, të cilat po besoj që këto ne se kemi prit, se dikush tjetër i ka prit. Po, këto është më rëndësi, gjithashtu është më rëndësi që të thotë kur diskutojmë tema të tilla, edhe ta kemi nëse diskutojmë zhvillimin si të tillë dhe analizojmë, apo shikojmë, apo ngutemi me njëherë të shikojmë të bëjmë fansin qoftë njërës pale për palës tjetër, që mendoj që duhet ta bëjmë spaku një diskutim intelektual, pak ta diskutojmë sa më thellë, ta kuptojmë dukurinë si të tillë, pavarësisht se në cilën anë jemi ne, edhe pas e kuptohet kjo na ndihmon pas të analizojmë mirë edhe objektivisht edhe interesat e Kosovës. Po ne për Kosovën është rrështimi është mjaft i qartë dhe kjo nuk do diskutim, por në njëjtën kohë mund bëjmë edhe diskutim bilen të shta kisha fillu për asaj që çka e shtyu dhe ndodhi për një herë si që shper duket dhe çka shtyu. Këto disa motive besoj që shpesh citohen që
që mund të kenë qenë prapa ndërhyrjes apo shpalljes luftës së Iranit. Një është vullneti për të dobësuar një aleat të Kinës dhe të Rusisë. Me qëllim po e vendosi Kinën në radhë parë dhe Rusinë dytë. Arsyeja e dytë mund të ketë qenë është sigurimi i burimeve të naftës. Do të thotë ka një vullnet të administratës amerikane që të vënë në kontroll do të thotë burimet energjetike në një botë e cila gjithmonë po është më tepër konfrontuese dhe ku dëshiron në një mënyrë që të zvogëlojë dikimin kinez dhe kontrollin kinez të burimeve të energjetike në gjithë botën. Dhe kuptohet pas Venezuela dhe Irani kanë, do thotë këto dy tipare të përbashkëta, kanë të dyat janë prodhues të mëdhenj të naftës, të përgjithësi të energjisë, edhe dy janë aleat të Kinez dhe Rus. E treta, që disa burime e theksojnë, përfshi disa mediume më tepër që janë më afër establishmentit demokratik, do thotë që theksojnë që administrata Trump dëshiron që të ikë të shpërqendrojë vëmendjen prej temave si të falave të Epstein dhe presionit që të zbulohen të shtatë dokumentacion tjetër apo që të thirret ai në dëgjim kështu nën betim. Edhe katërta, që tradicionalisht ka qenë arsyeja kryesore pse është kërkuar intervenimi në Iran është parandalimi i armatimit bërthamor. Dhe këtu Izraeli ka lobuar me administratat mëhershme amerikane me dekada, por pa sukses. Do thotë kanë pasur sukses që të vendosin sanksione, që dërgojnë misione për verifikim të armatimit bërthamor apo të pasurimit të uraniumit, por pa sukses. E tani janë disa arsye pse ndoshta tash ka pasur sukses këtë herë. Për çka nuk është, që dhe këtu është një dallim i madh, këtu ndoshta ai kishte ndërlidhje me Kosovën është, dhe ishin më njerëz qysh dje dolën disa krahasime me Kosovën, sporja bëri prezidenti Vučić filloi ta krahasoj me Kosovën, por edhe disa akademik ku tash e krahasojnë ndërhyrjet jo vetëm Kosovën me Iran, por edhe Libinë, edhe Irakun, edhe Venezuelën, prej pikë vestrimeve të ndryshme. Por përderisa disa prej ndërhyrjeve më herët që e Kosovës kanë qenë të shtyra prej doktrinës responsibility to protect, si përgjegjësi globale për të mbrojtur një popullat që të cënohet. Dhe këtu kishim, në fakt, në disa raste prezidenti Trump i përmendi edhe ju adresu studentëve, edhe i tërhoqi vërejtjen Ajatollahut dhe regjimit në Iran që mos t'i shkel dhe mos t'i shtyp protestuesit, por nuk ishte konsistente. Dhe shumica do thotë e analistëve botror kanë ardhur në përfundim që thotë kjo nuk ishte primare. Edhe mbase kanë edhe shembull i Venezuelës ku pat ndërhyrje, por nuk është se fokusu vë demokratizimi i Venezuelës, do thotë e mori pushtetin numër 2 Venezuelës, do thotë regjimi mbeti pak a shumë i njëjti dhe i mjaftoi administratës që ata të marrin përsipër që mos të tregtojnë, mos të jenë partner të Kinës si deri më parë, të shesin naftën shëboave, dhe në një mënyrë gati që u përmbyll me këtë tema Venezuelës. Mendoj që shumica e analizave vlerësojnë që edhe në Iran mund të kemi në një mënyrë mund të ketë pritje të ngjashme, sepse nuk ka vullnet që të dërgohen ushtar për ndonjë pushtim të Iranit në mënyrë toksore. Nuk ka pritje se atje opozita mund ta merr pushtetin, ndosht sidomos tash. Edhe pse kishin para disa javë protesta shumë të mëdha, tash është vështirë që një opozitë del ta shkund regjimin pikërisht atëherë kur një fuqi e jashtme po e bombardon. Do thotë atje edhe tek opozita nuk është se ka simpati të mëdha për Izraelin apo edhe për Shaban. Kështu që në këtë aspekt thotë nuk është promovimi i demokracisë në atë aspekt nuk është motiv kryesor. Bile ka dilema nëse edhe kërkon ndryshim të regjimit apo deri çfarë mase kërkohet ndryshimi i regjimit. Mendoj që do t'i mjafton përderisa del një udhëheqësi e cila do të bashkëpunojë më tepër me Perëndimin dhe më pak me Kinën, kjo edhe mund të mjaftojë. Zoti Malazov, qëllimisht nuk ndërpreva te ky shpjegimi, nuk kemi të bëjmë intervistë klasike, është në bashkëbisedim në podcast për me shpjegu, pra thelbin për publikun shqipfalës që nuk është në rrjedhat përgjithshme se çfarë po ndodh me ndërhyrjen e
Izraelit, luftë edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, dhe po i ripotencoj këto pikat kryesore për me mujt nashta mi zbërthy edhe pak 4 elementet kryesore që i përmende e që ka të bëj e para ke aspekti me Kinën dhe Rusin, një aleat Irani i Kinës dhe Rusis. Aspekti dytë ishte çështja e naftës, kontrolla në dominanca në botë me naftë pas Venezuelës, Irani tash. E treta ishte shpërqendrimi vëmendjes, përsëriti për publikun me kuptu fajlave të Epsteinit, dhe katërta ishte aspekti që ka të bëj me aspektin bërthamor të Iranit. Por pas këtij momenti, pastaj situata eskaloi në ato që është me shtete tjera, ku kundërsulmi iranian në bazat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendet fësinje të Iranit, Katar, Bahrein, Emiratet e Bashkuara, e tjera e tjera. Dhe kjo tash e qitje në një situatë tjetër pak edhe reagimet edhe të publikut ndërkombëtar janë se si të sillen, pra sepse këto vendet nuk janë luftë me Iranin. Ato e kanë bazat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këto vende. Ne e pom një tentativ në media në X, ku edhe ti shpesh e përcjell, ku profile fake të ndryshme serbe i alarmojnë, i thënë ja ku e keni bazën e Bonstilit, një bazë amerikane në Kosovë, edhe targetonin Kosovën me Bonstilin. Pra, tash, kjo përfshirja këtyre shteteve tjera, sa mund ta riskët eskalimin edhe më tejmë realisht në lindjet mesme. Edhe përfshirjen e asoj Azisë së Largët që e përmendet te me të drejtë, pra Kina, Japonia, vendet të rëndësishme, të fuqishme. Që po dalë aty dështë ata po përshëndet diçka të vogël, arsyeja pse ndodhi tash pikërisht ndërhyrja, në që ka të bëjë edhe me katër pse Irani konsiderohet shumë i dobët tash. Dhe ka një llogari që spaku, kjo është edhe një për argumenteve që i përdor Izraeli, që ka përdor për të lobuar për ndërhyrje. Konsiderohet se regjimi në Iran është i dobësuar, ka pasur protesta shumë të mëdha. Mbrojtjen ajrore ka ndëmtuar vjet. Do të thotë realisht Irani nuk ka mbrojtje ajrore. Aeroplanët e vendeve tjera munden me sulmu pa problem. Ka të vështirësi dhe sfidë në leadership. Edhe aleatët e Iranit, si Hezbollahu edhe Hutit në Yemen, janë të dobësuar shumë. Kështu që është konsideruar që pikërisht kjo hakmarrja e Iranit nuk mundet me qenë e madhe si do të ishte më qartë. Edhe këto reagime do të thotë sulmet në vende tjera është për të pritur. Unë mandje dje lexova një analizë shumë interesante të qendrimeve angleze tash, ku ishte një diskutim shumë interesant, sepse pikërisht kryeministri Starmer e kundërshtoi një herë, nuk i doli në mbështetje në momentin e parë, vërtet. Por në ndërkohë nuk është ndryshe qëndrimi, por u leju as paku përdorimi i bazave. Dhe ka një breng, do të thotë ka disa mendime, ka 2 mendime ndryshme në Britaninë e Madhe, por konsiderojnë që përderisa i ofron përdorimin e bazave, atëherë mund të bësh cak legjitim edhe i hakmarrjes. Kështu që në Iran konsiderojnë sepse është e drejtë, do të thotë legjitime që të hakmerret me sulme të thashët amerikane ose të aleatëve të vet në rajon, si përgjigje ndaj luftës që është shpallë nga Izraeli dhe nga Amerika. Do thotë kjo është, sa i përket reagimeve, edhe shërbon fakti shumë interesant që përcjellet reagime. Këto fuqia politike e Trumpit është pikërisht nga opcioni MAGA, do thotë Make America Great Again. Por mos harroni se Trumpi akoma kujtohet fjalimi i parë i zavetës presidentit J.D. Vance, kur edhe në kohë të fushatës thoshte ku bënte fushatë për presidentin Trump, thoshte shikoj mandatin e parë nuk e ka bërë asnjë luftë. Kështu që në fakt Trumpi prezantohej si, edhe kjo ishte njëra arsyeve pse e donin shumë opcioni MAGA, është se konsiderojnë se ky është një president i cili nuk do të bëjë lufta. Ata nuk dëshojnë të shpenzojnë para për gjëra që nuk janë prioritetet e tyre. Edhe qarta që në kampin MAGA, në shërbashje që Irani nuk ka qenë, nuk është kërcënim, nuk ishte kërcënim imediat për ta,
Edhe pikërisht mendoj ky është ky Tucker Carlson, një prej vetëm podcaste si ti, është pikërisht Ndër më të fashme dorën zamër, mas Joe Rogan menoj që aty dikon. nga kampi Maga, ndoshta është më me ndikim, po shihet që ndikimi i tij nuk është i mjaftueshëm, ai ka muaj që lobon përkundër një ndërhyrje. Madje po shihet edhe si rrymë anti-Izrael, sepse ai konsideron që rryma e Izrael do thotë është forcuar shumë. Kështu që edhe nëse mandej ishte debati tjetër për mungesë të autorizimit nga Kongresi. Ose jo, ishte edhe kjo, a ngre Izraeli në luftë Amerikën me sekretarin Mark Rubio me deklaratën e parë, pastaj me deklaratën e dytë, të cilën e sqaron thotë jo, ne nuk na fut Izraeli në luftë, ne u futëm vetë se pat nevojë me shpjegu nëse zgavaj. Po sigurisht ka diskutime të tilla, do thotë gjobi i Izraelit në SBA është jashtëzakonisht i fuqishëm. Dhe mendoj që duhet çdo shtat përfshi neve që të përpiqemi që të arrisim do thotë ndikimin aty ku vendoset më së shumti për zhvillimet, dhe do thotë Izraeli tani sa ka edhe mendoj shiko, kjo është suksesi për Izraelin është i paparë. Asnjëherë nuk ka pasur Izraeli sukses kaq të madh që ta ketë aleatin SBA, cilat i ka pas gjithmonë aleat, por që t'i shtyë në një ndërhyrje të tillë. Do thotë Izraeli ka bërtur me dekada për diçka të tillë, që edhe nuk ka mundur me bind as presidentët e Partisë Republikane të mëhershëm, nuk ka mundur me bind për diçka të tillë. Efekti në naftë do të jetë do të thotë në nivel të shkurtë, edhe pse OPEC-u do thotë ky kanë vendosur që të rrisin prodhimin e naftës, mendoj që çmimi do të rritet mjaft shumë, përderisa spaku mbetet mbyllur Pegjeri i Hormuzit, ai vendi ngushtë ku kalon, ku dalin që mund të kenë ndikim jashtëzakonisht të madh. Po, edhe pse jo për gjitha vendet njësoj. Bashkë të thotë Kina, se edhe diskutohet të thotë reagimi i vahkët e Kinës është shumë interesant, por ata nuk është si importojnë shumë. Po, te Kina dhe te këto vendet, për shembull, te reagimit po du më ndal pak veçantë, zoti Malazogo, e përmendëm dy pjesë e para, te shpjegimi dhe te dyta pse ndodhi. Edhe kjo ishte jashtëzakonisht interesant, shpjegimi se pse ndodhi ndërhyrja ndaj Iranit në këtë kohë dhe elementet të cilat i përmende. Por pastaj te reagimet që dolën, ne kemi pa reagimin e Kosovës, e them fillim, rreshtim me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me miqtë e saj në këtë rast, por reagimet në Bashkimin Evropian, te Britania, gjithashtu ishin interesant. Ne kemi Spanjën e cila vazhdon të jetë njëra prej zërave më kritik të kësaj ndërhyrje, të cilët nuk lejuan të shfrytëzohen bazat amerikane në Spanjë dhe pam deklaratat pasaj që ndodhen edhe nga presidenti Trump dhe kryeministri spanjoll dhe vazhdojnë. Pra, nuk ka një unitet nëse ka pas në të kaluarën për çështje madhora së në Afganistan, së në Irak, ku perëndimi, aleanca kanë qenë njëzëshëm, ose shtetet kryesore perëndimore, këto rrove nuk e kemi, ose ka një hezitim, nuk e di arsyet cilat janë. Po, me Spanjën, thotë historia është pak më e gjatë, thotë Trump ka kohë që me kryeministin spanjoll thotë kanë ballafaqime publike, ka bëj pjesërisht me thotë Spanja ka qëndrimin më pro Palestinë, ndoshta brenda BE-s, që duhet shihet edhe ndoshta si mundësi për ne, nëse kanë vendosur ta njohin një shtet se nuk është universalisht i njohur, ndoshta po dhe është shtruar me të drejtë nga shumë kosh Kosovë, pse s'mund të ndryshojë qasja edhe për Kosovën. Por do thotë kjo ka më shumë me rreshtime ndërkombëtare. Në atë aspekt ka ballafaqim, por duhet shihet në kontekst tjetër. Ti vetë përmendej Afganistanin, por ishin disa epizoda ku presidenti Trump gati si me përçmim flet për kontributet e vendeve tjera. Të Danimarka është vendi i dytë që ka humbur më shumë të ushtarë në Afganistan pas SBA-ve. Jo në numër total, por si përqindje e popullatës së vet. Do thotë nëse aleati i dytë kuptimin me humbjet e trajton pak si me përçmim, kështu që këto ishin disa paraqitje jo të shkatha nga administrata amerikane, që në familje humbi pak edhe solidaritetin global, ose perëndimor. Janë do të thotë ndaj SBA-ve, kështu që kemi këtu, siç e quhet edhe lideri kanadez, kemi një që ai thotë rupture, një shkëputje, një ndërprerje të raporteve.
do thot pastaj kishte pikërisht ndaj Danimarkës, përveç ishte haptas ajo dëshira për të marrë Grenlandën dhe kjo ka ftohur mjaft dukshëm raportet, edhe mund të vrehet që sot do thot SBA ndoshta para një kohe mund të kishin shumë më shumë aleat se përket luftës në Iran, por sot janë vetëm me Izraelin dhe mbështetja nga vende tjera është jashtëzakonisht e vogël dhe kufizohet vetëm në lejem të bazave nga disa shtete. Po, dhe një alat që është shumë i rëndësishëm në këtë relacion, që është antar i NATO-s, është lojtar shumë i rëndësishëm global, Turqia, e cila gjithashtu ka bazat amerikane, por nga Turqia nuk janë shfrytzuar bazat amerikane për të sulmuar Iranin. Kjo arsyet do të diskutohen në vazhdimsi. Na ka shku shpejt pjesa e parë, 20 minutat e parë, të asoj me shpjegu këtë në aspektin global që ka ndodhi, pse ka ndodhë kjo ndërhyrja, cilat mund të jenë edhe pasojat edhe ndaj Iranit dhe jetëgjatësia. Përmendi edhe presidenti Trump amerikan që kjo mund të zgjas, pra nuk është kjo një konflikt i shkurtër 2-3 ditë, 4-5 ditë që është ndodhi mes Izraelit dhe Iranit kohë më parë, 12 ditor, kjo mund të zgjas, e përmendi deri 4-5 javë, por pasoja do t'jenë më të mëdha realisht për shkak që ka involvim edhe të shteteve tjera, pra Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe e tjera. Dhe madje pat elemente dhe raportime të ndryshme nëpër media të cilat unë i përcjell globale që mund të ketë përfshirje të këtyre shteteve me sulme ndaj Iranit në të ardhmen, varet kjo nga situata. Tash ta kthejmë pak te ky konteksti jonë. Para se dalim aty, më thënë tri gjëra që nëse duhet më thënë. Një është si do të reflektohet në politikën e brendshme amerikane nëse do thot lufta me Iranin zgjat. Një është fillojnë të kthehen trupa pa jetë ushtarëve. Rritet numre. Po, fat janë disa viktima dhe si do të dhe këtu dy kalkulimi. Një është se presidenti Trump nuk ka mandat të tretë dhe ndoshta nuk mërzitet shumë për efektin elektoral, ndoshta e shef që edhe nëse i bie për mbështetja, edhe pse i ka midterm tash brenda këtij vjeti. Ai ka partia. Do thot pikërisht, do thot për Partinë Republikane mund të jetë edhe duhet përcjellim shumë zërat brenda partisë republikane, si do të reagojnë, edhe si llogaritës se këto do të ndikojnë në këto zgjedhje të afatmesme. E dyta është se cili është që të prandaj edhe nisa me atë, cili është objektivi. Kur thotë do të përfundojnë për 4 deri 5 javë, unë akoma nuk e kam qartë se cili është objektivi. A është objektivi vetë heqjet për dërshipet, vini një dërship tjetër, sigurisht do dhe negociata dhe të folna do thotë ka vende tjera që mundon ndërmjetësojnë, ka kontakte diplomatike mes Iranit edhe SBA-ve. Ka pas edhe rol Katari shumë në këtë proces, Zvicra është një ndërmjetësues i komunikues. Edhe vende tjera. Edhe vende tjera, po këto, po e vërtet, s'ka diskutim. Po pyetja është çfarë do të ndodhë me Iranin. Do thotë një është edhe ka rreziqe këto. Njëra nga skenaret është se Irani mund të shparpallohet. Unë madje ta dërgova në dia mundi me shpërfaqe që është Irani është një vend jashtëzakonisht divers, ku ka popull diku spaku 20 grupe etnike ku jetojnë diku spaku në 1/3 e Iranit. Edhe nëse Irani shpartallohet, mund të shkaktohet luftë civile, mund të ketë luftë, do të thotë mund të ketë luftë mes grupeve të ndryshme, edhe mos të stabilizohet për një kohë shumë gjatë. Dhe po mundësinë që kurdët të përfshihen. Kurdët, ka turq, ka azer, ka balluq, ka popull të ndryshëm, me zona mjaft të mëdha, të cilat edhe efektivisht mund të kontrollojnë, sepse tani ky sulm edhe ka shkatruar në familjen e këto komandën e kontrollit. Në fakt një gjë që ndoshta tjetër që nuk e tham rrugës është shkurt, do thotë njëra prej arsyeave pse sulmi ishte shumë i suksesshëm ishte penetrimi i inteligjencës. Edhe amerikanët se përmendën, por që është shumë e rëndësishme këtë. Kishin hakuar kamerat e sigurisë trafikut dhe përmes kamerat e sigurisë trafikut e kanë përsëritur lëvizjet e politikanëve, hyrje daljet edhe kanë ditur të saktë lëvizjet e shumë liderëve. Mande kanë ditur sakt kur ka qenë në sallë. Edhe karrikën ishte një edhe karrikën ku ulet planet prej natës që sulmet bëhet ditën pikërisht për ashtu që të ketë efektin maksimal. Po do thotë skenari më problematik është ose thjesht mund të vijë në leadership edhe një klerik që mund të jetë edhe më agresiv. Por edhe të mbrohet poziciona e Iranit është jashtëzakonisht e vështirë. Tash këto po dalin
ishte një raport kur pikërisht Ajatollahu në bisedë me ish-kryeministrin spanjoll i kishte thënë që unë zgjohem nga gjumi dhe flej në gjumë me duke menduar se si do ta shkatërrojmë Izraelin. Tash këto janë disa vjet kuqe, do të bënin mirë që të kishte pasur dialog, do të ketë siguri të ndërsjellë, ashtu që mos të eskalojë situata deri këtu. Tash Izraeli është një fuqi bërthamore, të cilën edhe nuk është natyrisht nuk është duke e përdorur, po në raste më kritike mund të vijë situata edhe tek sulmet bërthamore. Në fakt, masi veç e përmenem këto, ka shumë vende tjera, tash shikoj, ki Venezuela, është Irani, tjetra mund të ki Kubën, besoj në radh për një ndërhyrje të një lloji, ndoshta të njëjtë apo tjetër lloj, por për një herë vetëm ka një farë lloj bllokade ekonomike të Kubës, ku kanë mbetur pa lënë djegse, duke pritur që në këtë mënyrë do të nxjerrë flamurin e parë, do të vazhdojnë në familje. Duke parë edhe ndoshta këtë situatën në Mund fund. të kesh në të vende tjera të ngjashme, të cilat do të konkludojnë që thonë para se të na vijë veralla, duhet të nxjerrim, duhet të prodhojmë armati bërthamor, sepse shikon, askush nuk do ta përmend Korenë e Veriut. Edhe pse Korea e Veriut është në familjen në kampin e njëjtë, askush nuk do ta përmend për shkak të frikës, sepse ka teknologjia bërthamore. Shikoj se dy frikat kryesore është se mund të shpartallohet, edhe Irani ka landë bërthamore në për lokacione të ndryshme. Të paramenon një Iran i cili shpartallohet tërësisht, në të cilin bin këto landë bërthamore në dorë të terroristëve apo të grupeve ose thjesht të përtojnë në tregëzi, ku dikush mund t'i shesë në tregëzi grupeve edhe të përfundojnë dikon tjetër. Çfarë do lloj. Kështu që këto janë disa rreziqe që duhet me pas parasysh gjithashtu. Nuk është vetëm kush po fiton, po e vërtet, po edhe çfarë do ndodh tutje. Te e fundit, zoti Malazoku, kisha dashur me ndodh te aspekti gjeopolitik dhe rajoni. E nisu me, thash, Ukraina, zhvillimet në Ukrainë, lufta, agresioni rus në Ukrainë, diskutimet për një marrëveshje që nuk po shihet ende faza finale, edhe pse u tha deri ka fundi i kësaj vere. Pastaj Grenlanda, një çështje që jashtëzakonisht nxiti reagime të shumta edhe mes anëtarëve të NATO-s në relacion me Shtetet Bashkuara të Amerikës, zhvillimet në lindjen e mesme, lufta. Venezuela ishte edhe përmendet ti me të drejtë Kubën. Tash këto aspekte gjeopolitike edhe na e kthejmë në fund gjithmonë krimina, ku është Kosova, rajoni, faktori stabilizimit dhe qetësia në Ballkan, për shkak që palët e treta që duhen me pas destabilizim, moment i përshtatshëm kur është një vëmendje dika tjetër dhe mund të fillojnë të përdoren elemente të ndryshme. Shenjë rrezik potencial që kjo mund të përdoret nga elemente tjera edhe cili duhet të jetë fokusi i jon këtu në përgjithësi në rajon. Patjetër, do të thotë se rajoni jon ka rreziqet e vetaj dhe se ka elemente të cilat hapëtazi kërkojnë ndryshim të kufinjve të cilat do të thotë mund ta themi hapëtazi, do të thotë Serbia nuk është e kënaqur me kufin që i ka dhe realisht mund të destabilizuar edhe Bosnjën, edhe Malinezi edhe Kosovën. Dhe ndaj të trijave në një formë ose tjetër ka ambicie që nëse gjërat të thotë destabilizojnë atë mas, sa që të tentoj kur do të Kosova vetëm se ka tentuar, nuk është se presim diçka risi. Banjska realisht ishte një tentim për të ndryshuar situatën e terren. Mund të kujtohet edhe kur u mbyll, do thotë kur tërhoqën trupat amerikane nga Afganistani, të thonë përcjellje mjaft afër Serbinë dhe ishte gjitha debatet e mbrëmjes ishin u mbyll tërhoqën amerikanët nga Afganistani, ndoshta të rriqen edhe Gabon Stil, do thotë planat e tilla ka dhe gjithmonë në momentet e ndryshimit do thotë ka elemente që të shikojnë nëse mundësia për ta. Unë përmend veç një opsion këtë argumentin tonë me forcu për publikën, Vullin, një ekstremist i djathtë, një kërcënues i shefi BIAS në Serbi, dje me një deklaratë me sqera tha që Kosova, në fakt Serbia duhet të veprojë në Kosovë sikur Izraeli përmes Mossadit, edhe ka dhënë një kërcënim të jashtëzakonshëm, në të cilin sot ministri i punëve të brendshme të Kosovës, zoti Xhelal Sfeshla, i është kundërpërgjigjur kësaj narrative. Pra, kur thashë ata faktor destabilizues, ata janë veç atë, po tash normal, dojnë me përdor. Do të thotë, unë më shumë
mendoj që duhet të shikojmë çka po bën Volini se çka po thot. Do të thotë nuk është se Serbia nuk ka pasur tentativa dhe nuk mundohet mirë vazhdimisht që të përdor çfarëdo ndikimi që ka që të destabilizojë Kosovën. Për fat mirë nuk kanë pasur sukses, por duhet të jemi të përgatitur. Por duhet në nivel politik që të luftojmë propagandën. Thotë si rasti i Grenlandës, ashtu edhe tani Irani, Serbia bën paralelet. Edhe pas tani kur e bën paralelet me Iranin, mendoj që ne duhet të gjejmë mënyra që të bëjmë dallimin. Po edhe pse është nganjëherë e vështirë të bësh dallimin sepse nuk do me i dalë edhe ndoshta kundër aleatëve tu, por mendimi Kosovë ka pasur legjitimitet shumë më të thellë. Një është diskutuar gjatë në OKB. 2, vendimi nuk është marrë nga një shtet, por është marrë nga NATO-ja. E në atë kohë Këshilli i Sigurimit ishte i bllokuar, nuk ka pasur mundësi të merret vendim tjetër, por në aspektin moral, vendimi në NATO ka një legjitimitet edhe më të lartë. Në Këshillin e Sigurimit janë 15 vende, nga ato mund të jenë 6-7 demokraci. E vendimi për të ndërhyrë në Kosovë është marrë nga gati afër 30 vende anëtare që ishin atëherë dhe të gjitha vende demokratike. Do të thotë vendimi për të ndërhyrë Kosovë ka kaluar një prag shumë të lartë të legitimitetit. Edhe këto duhet theksuar, do të thotë ne. Që të zhvlerësojmë, do të thotë sepse këto pikërisht këtë tha Vučić para më duket partija, është se duke krijuar një farë lloj paralele se tani SBA dëshirojnë në Iran ta bëjnë atë që bën në Kosovë, ta kthejnë nga perëndimi apo diçka tjetër. Dhe ne duhet t'i dalim realisht në mbrojtje e kauzës tonë, sepse edhe ishte me Grenland më herët, kur mundi unë spaku 3 emisione, i kam pa në Serbi kur e kornizojnë Kosovën, mënyrën që e vën Kosovën kornizë ishte titulli i 3 emisioneve ku thot Grenlanda, kjo fjala më e shtrenjtë evropiane. Do të duke krijuar paralele me këtë me thënien që shpesh serbët e kanë që Kosova në qenë ka fjala më e shtrenjtë serbe, do thotë krijojnë paralele të tilla edhe i përdorin këto pastaj si pika diskutimi nga diplomatët e tyre si mënyrë për të rihapur edhe një herë Kosovën. Për ta dërguar mesazhin që Kosova nuk është teme, që nuk është mbyll, dhe kërkojnë çfarë do të thotë të boshllëku. Edhe momentume, absolutisht. Boshllëk edhe momentum që në një familje të rikthejnë. Fati ynë do thotë që ata i bën në disa gabime shumë të serioze në hapa, do thotë ishte ai udhëtimi tërësisht që pse debakël i Vučić në Florida. Edhe tu prit atë edhe met. Kur tentoi që të hyjë realisht pa leje mirë, ishte një ballafaqim në mes të aleatit kryesor serb aty, do thotë Grenell me shefën e stafit të presidentit Trump. Do thotë kanë bërë gabime serioze, por realisht serbët e kanë pritur, realisht kanë pasur shpresa të mëdha që në këtë setup, në këtë relief ndërkombëtar do të kenë mundësi që të bëjnë disa lëvizje që të rikthejnë pak momentumin në favor të tyre në Ballkan. Tani për momentin do thotë kjo ka dështuar, por ne do të punojmë gjithmonë ashtu që të mbrojmë, do thotë jo vetëm në nivel të sigurisë, por edhe në nivel politik, që të theksojmë dallimet që ka Kosova me vende tjera. Edhe gjithmonë më tepër të krijojmë paralel mes Kosovës e vende, për shembull një paralel që mua m'pëlqen ta marrë është Bangladeshi. Do thotë Bangladeshi gjithashtu me luftë të shliruar. Së pari njërë nga ka dalë së bashku me Pakistanin si vendi pavarur pas tërheqjes së anglezëve nga India, dhe më vonë me luftë është pavarësuar nga Pakistani. Do thotë edhe gjithashtu ka pasur vështirësi të mëdha që të bëhet antar OKB-s, është bllokuar nga Kina për disa vite, cila e monte anën Pakistanit. Edhe ne duhet gjithmonë më tepër që të thotë krijojmë paralele me ose të gjejmë modele si kjo, absolutisht. Gjejmë modele si kjo dhe të theksojmë që kjo është paralele e Kosovës, se vendet e cilat kanë pas sukses dhe në mënyrë legjitime janë ndarë nga vende tjera, dhe mos lejojmë që sepse shka Vučić është propagandist i klasës barë. Dhe ai këtë punë bën që 40 vite, prej kur ka qenë ministër në kohën e Miloševićit. Dhe do të ai do thotë e përdor dhe ndikon shumë në narracion, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit, të cilët duhet në mënyrë të vazhdueshme që ta kundërshtojnë.
E përmendëm në fund edhe kjo për shkak që me temat të dezinformimit është kjo lufta hibride, është e jashtëzakonshme që tash është koha, domethënë sot në epokën e sotme, lufta është më e madhe kjo hibride, pra që po ndodh realisht dhe Kosova na si vend, si shoqëni duhet punojmë shumë në këtë drejtim. Zoti Malazogun, falenderoj shumë për kohën edhe diskutimin për shpjegimin për një temë kaq të rëndësishme, sidomos aspektin e global, geopolitik, krahasimet, aspektin që na tregove se pse po ndodh kjo në këtë kohë, cili ka qenë edhe interesi edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për këtë situatë, po mbi të gjitha është çka na pret tutje. Andaj, nëse s'ke diçka për fond me shtu, unë të falenderoj për këtë bashkëbisedim në podcast të një temës kaq të ndjeshme. Me të faleminderit edhe shihemi nëse për një film tjetër. Faleminderit shumë. Shkëndruar ishim me Leon Malazogu, ish ambasadori i Kosovës në Japoni, njës i çështjeve politike, jo vetëm rajonale, por edhe geopolitike me cilën diskutuam deri tash. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.